si është për një grua të suksesshme të kaloj sfida? Për shembull, ty të riskoj zëri, ti këndove 2 net, po e mendove ndonjëherë the dakord këto 2 net unë do t'i bëj 3 minutat e karmit tim, nuk i humbas, po e të shkoj ndonjëherë në mendje që po mirë. Po sikur zëri të mikej përfundimisht të dëmtohem në një mënyrë të pakthyeshme tani. Patjetër. Por atë limit nuk e çoj veten. Jeta është më e gjatë se aq. Normalisht që edhe mund ta lija, në sensin që s'jam mirë. E qartë. Por nuk isha ke limiti. E kuptoj. Limitin jo. Ti nuk je testuar kur te limiti, që të kesh një mëngjes të zgjohesh të thua, jo. Më ndodhi maksi, çfarë të bëj? Jo, nuk e kam testuar limitin, sepse nuk e lë veten të shkoj ke limiti. Vetëm në një superfuqi shumë e madhe mund të shkoj ke kjo gjëja. Ka gjithmonë një background përpara që nuk shkon gjëja. Nuk ndodh kështu. E kuptoj. Një teknik jo e vendosur mirë e përdorur për një kohë të gjatë të çon aty. Një regjim jo i mbajtur mirë për një kohë të gjatë të çon aty. Është gjumë që nuk flen, domethënë janë të tërë faktorët bashkë. E kuptoj. Ndodh akute, ku diu një viroz shumë e fortë ka ndodh, i kanë lënë artistët, sepse me mikrobin nuk ke çfarë të bësh. Nëse mikrobi ka bërë luftën më të madhe, ka ndodhur. Mua nuk më ka ndodhur. Uroj që jo. E qartë. Por gjë e gjallë jam, çfarë nuk më ndodhi. Kjo ishte një kolpo, por që unë e shifja që nuk isha në limitin që unë do dënoja veten, se nuk e dënova natën e dytë dhe nuk e dënova më pas gjithë gjërat që bëran vazhdim. E qartë. Dhe kisha komplet ngarkesën dhe apo jemi. Nuk e çoj veten në limit. E kuptoj. Sepse nuk e çon veten në limit, sepse je si ai sportisti që punon çdo ditë përveç punës. Kujdesin. Dhe mund të mos punosh çdo ditë, për shkak të rastis që ti vërtet për 2 javë s'ke për të kënduar fare. Dhe mirë biles ndonjëherë është mos këndosh fare, sepse është relaks i kordës, është korda se ka nevojë të qetësohet trupi. Si ti merr një ditë pushim se ta jep Zoti ta ka dhënë. Një ditë të paktën ti nuk duhet të shkosh, mundësisht të rish në divan në krevat, të dielën patjetër, është njerëzimi, kemi ardhur të gjallë në këtë tokë. Kështu, në këtë lloj forme, domethënë është biologjikisht ke nevojë për këtë gjë. Por ajo që kam ba më përpara, do të thot abuzim me alkool, abuzim me cigare, janë gjërat që të dënojnë, e ke të shkruar, ka manuale kështu të shkruara për këtë gjë. Kordës i bën keq, kjo. E qartë, dhe ti absolutisht je profesioniste, por dikush që na dëgjon, mund të jetë në një udhkryq, mund të jetë një i ri që ndërron, një re që ndërron të ketë skenën si ty, dikush që se ka këtë forcën e madhe ndoshta. Thot unë kam zë. Unë kam shumë zë, thot këndoj, më kanë thënë në shkolla, më thonë, ose s'po gjej këngën e dur, ose më vën bryl këtu. Çfarë këshille i jep? Çfarë këshille i jap? Për atë çka e zhvillon, si të thuash, dhe ndërton jetën, ku di unë, ëndrat këtu, nuk e shoh të lehtë. Kjo jo për të prerë askënd me këtë që them, sepse vërtet ne nuk kemi sistem supertus për këtë gjë. Gjë që bota e ka vendosur shumë mirë. Kjo është një nga gjërat që gjithmonë e kam kërkuar. Kam shumë vite që e them, që merret pak në përkëmb ky fakt, ose shkojnë me gjëra një çik më të lehta për të bërë, dhe jo për të ndërtuar një sistem supertus. Domethënë dëgjoj startupe, po ke talenti, ka totalisht një proces tjetër për të diskutuar një startup, domethënë sepse neve na ndodh që të kemi dhe s'na ka ndodhur pak, por gjeniu për shumë vite që kam jetuar, që bie diamanti në tas të qenit. Kjo është një shprehje, ka ekzistuar, ekziston, nuk e kam thënë unë. Që do të thonë, ti ke një zë të jashtëzakonshëm, dhe mund të jetë ai Shitsi Bukës që ishte Pavaroti, që punonte ke furra Bukës. Do të thotë që ne kemi shumë nevojë të ndërtojmë një sistem dhe këto talentet i ngrem. E ka pas bota jashtë. Shkonin e kërkonin, i mat ka qenë ke shtëpia oficerëve. Se
Po. Gjyshi kishte vendosur ta bënte oficer djalin e vetëm që kishte. Si shkonte mendja ta bënte këngëtar. Ndërkohë ai këndonte, ndërkohë ishte një komision mjalciko ka qenë atëherë. Domethënë po flasim në ato vite që çfarë ishin talente, mbaheshin, suportoheshin edhe pse në pamundësira familjare. Unë prandaj po ta them këtë situatën, në viteve që jetoj, ishte fati im vajza e këtyre dy prindërve. Siç ka qenë edhe fati shumë artistëve që janë vërtet artistësh, edhe i ke njerëz që kanë funksionuar. Ke edhe nga ata që vërtet nuk janë bërë, që i kanë pas prindrit shumë të fatshëm, sepse prindrit e kanë parë që burza nuk ka qenë aq e fortë, se geni varet se si të merr. Unë të shohësh mua me nënën time, unë nuk i ngjaj nënës time. Unë jam komplet vajza hallës time. I ngjaj totalisht asaj, deri në Korçë. Një personalitet, një ka qenë normalisht mjeke, është tjetër gjë, dhe në natyrë dhe në temperament, në gjithçka i ngjaj asaj. Nëna ime është një natyrë komplet e kundërt me mua. Domethënë është, nuk di, që ke ti pare, që ke gjithçka. Më thot ndonjëherë, po se ti zërin e ke si unë, them, unë as zërin nuk e kam si ty. Domethënë është po zërin si e ke si babai? Shiko, e kam një gjë të miksuar. Mami ka pas një zë shumë të bukur. Unë nganjëherë them, nuk e kam aq të bukur sa mami. Ka pas bukur, ka pas shumë potent. Driteshin xhamat kur këndonte në Akademi të Arteve. Domethënë, mami shpesh e thot këtë. Jo, po ti e ke si unë. Dhe prap them, jo, ajo ka pas më të bukur sa unë zërin. Domethënë është ngjyra po me mezzosoprano, të dyja. Kam pas dhe hallën me mezzosoprano. Domethënë e kam këtë miksimin që s'di nga është marr, si të thuar, se nuk është se kam timbrin fiksi halla apo fiksi mamit. Domethënë ka një miksim brenda. Por ti thua që është një ambient i vështirë. Ambienti për të kapur të duhurën nuk është e lehtë. E kuptoj. Nuk është e lehtë, edhe më vjen keq që ta them këtë gjën, sepse nganjëherë më duket edhe ndonjëherë shpenzim shumë i madh edhe për prindrit, pa e ditur këtë gjën, vlen deri ku shkon. Po shiko, po bën gjithë këto talent show. Sepse i marrim fëmijët. Po të lutem Mirela, tani që flasim, ku janë? I dëgjojmë. Për jashtë 3-4. Po. Për jashtë 3-4-5 që vërtet e patën. Domethënë nuk është e lehtë, sistemi që ka marrë pjesë ka dalë 2, 3, 4 që mos e ka dhe atë brengën që pse sponsoron mua të parin. Duhet të qartësojnë dhe këta prindër se ndoshta edhe nuk qartësojnë mirë. Jo, shiko. Ka një konkurs, kur ka një konkurs ka vetëm një fitues, edhe kjo është dhe duhet kuptuar kjo gjë. Domethënë ajo mund të jetë, kur i thon, edhe një qerpik më i gjatë edhe ka fituar, po egzagjeroj në këtë moment. E kuptoj. Por është gjithmonë që ka një gjë më tepër. Nuk është se na kanë ardhur ndonjëherë që t'jen aty 4 veta dhe ti thua ku do t'i vëm gishtin. Dhe po bën vetëm një short ku ti bjeri guri. Gjithmonë ka qenë një gjë, se neve, shiko, unë personalisht, edhe kur e kam parë bashkë me kolegët e mi, gjithmonë shohim një personalitet. Skena nuk të do vetëm vokal. Skena ta do gjithë personalitetin. Dhe nuk po flasim për bukurinë. Nuk po flasim, neve po diskutojmë. Ne kemi shumë artistë që i ka bota shumë artistë. Ke një Barbara Streisand, ke një Edith Piaf, ti ke një absolutisht që skenikisht. Figura nuk të jepte asgjë, energjia të jepte shumë. Dhe gjithmonë ajo që kërkohet në ekran edhe në skenë është energjia. Janë njerëz, është ajo energji që përçohet dhe ti dëgjon aty, ti kujton se dëgjove mrekullin, ndërkohë ti të përçua një energji e tillë. Do të thotë që zërat bukur ka pas, do ketë vikena, as e para as e fundit. Por energjia, unë shumë shkoj ke pjesa e energjisë, prandaj them emocioni që përçohet, energjia që ti përçon. Edhe pa e bërtitur atë notën e parë. Nuk do të thotë lëshova zërin unë dhe ta mbusha mendjen ty. Jo. Çfarë more ti ka unë nga ana emocionale? Sepse për shembull ti ke shumë autor që ty të shkruajnë 2 faqe të tëra të shkruar piano pianissimo, mezzo forte, piano pianissimo. Një forte të këndojnë. Vetëm në akutin e fundit që thot o Zot po vdes. Që dhe edhe kaq sa thash, normalisht që e ngrita më tepër se gjithë diskutimi që bën. O Zot po vdes. Nuk është o Zot po vdes, është gramat e fundit ti atëre e lëshon atë. Atë që të jep Zotin në minutën e fundit. Po themi tani po e kapim një çik se do kalojmë çik kjo pjesa pasionante në fund fare, prandaj jam e lumtur se bën një këndon pa kënduar, Vikena ka nisur ti na emocionove pa kënduar. Po jo, gjithsesi janë kaq, shiko, po të kesh qetësinë, durimin. Dhe ta lexosh
pa as edhe një lloj ngarkese, atë çka të del përpara, ti kupton që është shumë e thjeshtë dhe e gjen veten shumë kollaj. Pa e futur frikën, pa e futur dyshimin. Po kjo është për këdo. E qartë. Domethënë, edhe kur vi takohemi tek ajo kafja që do flasim 5 gjëra, normalisht mundohemi me qetësi të lexojmë njëra tjetrën, Absolutisht. ta nisim atë bisedë, por dhe ta kuptojmë pse ajo mori E qartë. një debatim, mori E një qartë. diçka më tepër, është se e kuptojmë njëra E qartë, tjetrën, dhe e kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë, të gjesh një formë ta kuptosh atë çka ke përballë. Unë të falenderoj shumë. Meren, unë kënaqem gjithmonë me ty. Pak po e sigurt, kushdo që po e ndjek këtë podcast tani, ty të ndjen afër. Se është makinë duke i dhënë makinës, ty të ka tek sedilja e parë, se është në shtëpi tek divani, ty të ka ngjitur me kafe në dorë, ke Falenderoj shumë. aftësinë të jesh artiste dhe thash ti këndon pa sa kënduar. mirë. Na emocionon dhe pa kënduar. Kështu që unë të falenderoj shumë që ndave gjithë përvojën tënde me ne. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi për mua. Miq, takohemi në episode të tjera të podcastit, thuaj.